Dy vrasësit e dyshuar të Egli Progës në Pogradec janë liruar nga qelia dhe gjykata e Korçës, ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë arrest shtëpie. Leonida Guçe dhe Denis Meçe kanë lënë qelin me një vendim të 3 ditëve më parë, me argumentin se ndaj tyre kanë përfunduar afatet e qëndrimit në paraburgim. Vrasja e Progës ndodhi më datë 10 gusht 2024, por prokuroria e Korçës ende po vijon me hetimet. Kamerat e lokalit ku ka ndodhur ngjarja janë çuar jashtë Shqipërisë për ekspertim. Leonida Guçe fillimisht ishte hetuar vetëm për moskallëzim krimi, por në të muaj pas vrasjes, prokuroria zbuloi se edhe ai kishte marrë pjesë në rrahjen brutale të Progës bashkë me Denis Meçe. Prokuroria bën të ditur se viktima është dënuar brenda lokalit nga Leonida Guçe dhe më pas është goditur kur ka dalë nga lokali edhe nga Denis Meçe. Vrasja e Egli Progës në bar kafe Stropka në Pogradec shkaktoi ndinjat në opinionin publik dhe mosbesim tek institucionet. Familjarët e tij kanë protestuar disa herë, gënxitur prokurorin të zbarë të plot krimin e tmerrshëm, ku babai i 2 fëmijëve u qellua me grushte derisa dha shpirt në asfalt. Të akuzuarit Denis Meçe, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, arrest shtëpie; Leonida Guçe, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, arrest shtëpie; Arian Manellari, moskallëzim krimi, detyrim paraqitje; Voltan Shkulaku, moskallëzim krimi, detyrim paraqitje; Andi Shkulaku, moskallëzim krimi, detyrim paraqitje.